futëm edhe njerë, jo po kjo kryetar s'po pëlqen, ja, jo s'po pëlqen. Kjo është një logjik destruktive. E cila po bëhet nga të gjitha palët, zotri Muja. Logjika destruktive dhe ajo e bllokimit në opinion është krijuar kështu një mendim që kjo logjik është tek të gjitha palët. Pra të gjitha palët po shihen si bllokuese në këtë rast. Afrodita, unë mendoj që të fill pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, ka pas një përpjekje, në kënë 2 lloj linjash propagande opozitare. Ishte ai reagim të shprus pas rezultateve zgjedhore. E para ishte që këta nuk do të propozojmë kandidat dhe do të shtyjnë konstruimin e kuvendit. Dhe e dyta ishte që fillun përpjekjet e veta për të mbledh, për të bërë bashkë për të krijuar një qeveri të opozitës. Ka qenë kështu. Dhe kështu mush opinioni publik me këto dyshime, të cilat momenti kur u bë me 15 prill, seanca e parë u thirr, ne propozojmë kandidatin tonë. Pra i gjithë pretendimi, propaganda 2 mujore opozitare u provu që ishte e pasakt, apo jo.